إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Allahun Azza wa Jall e falenderoj prej tij falje dhe ndihmë kërkoj salavatet dhe selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtarë që pasojnë deri në ditën e fundit. Allahu Azza wa Jall në një ajet thot: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Pra Allahu na porosit neve, po një ashtu na tregon se i ka porosit edhe i ka urdhëruar edhe disa popuj para neve, atyre të cilëve u ka zbrit librin, u ka dërgu pejgamber. Allah Azza wa Jall thot: i kemi porosit, i kemi këshillu, gjithashtu edhe juve, pra edhe neve umetit Muhammedit alayhi salatu wassalam, anittaqullah, që të jeni të devotshëm ndaj Allahut Azza wa Jall. Kjo devotshmëri, nëse dojmë me e definu, ulemat e definojnë shkurt se devotshmëria është kryerja e obligimeve edhe largimi nga haramët. Kryerja e obligimeve apo farzeve që Allah Azza wa Jall na i ka obligu, ndash ato që janë ndaj krijuesit ton, ndaj Allahut Azza wa Jall, ndash ato të cilat janë ndaj familjes ton, apo ndash edhe ndaj rrethit ku ne jetojmë. Ose largimi nga ndalesat veçanti, haramët që janë të mëdhoja, siç janë të njohura te besimtar, që është alkooli, është vrasja pa hak, është padrejtësia, është kamata, e zinaja e kështu me radhë. Domethënë shkurt, devotshmëri është kryerja e obligimeve edhe largimi prej harameve apo ndalesave. Që kjo është, domethënë, devotshmëria. E pyetën Omerin radhiyallahu anhu njëherë, thënë: ja Amir al-Mu'minin, o udhëheci i besimtarve, tha çka është devotshmëria? Omeri radhiyallahu anhu ju përgjigj, tha: a e ke pa një udh, nëse në atë udh ti kalon edhe ka pengesa, ka ndoshta thera, ose ka ndoshta lloç që ti mundesh mu përly me atë, thot çka ban, thot ti, thot unë e përveli, thot atë teshën ose robën time, edhe thot baj kujdes, normal, derisa ta kaloj udhën. Që kjo thash devotshmëria? Kujdesi jot në obligimet, kujdesi jot prej harameve, që kjo është domethënë devotshmëri. Dhe si për kujtim duhet me ditë se devotshmëria e cila Allahu na paska obligu, na e ka kërku dhe na këshillon, nuk është diçka veç e mirë. Siç njihet kanëherë disa muhabete prej neve se është mirë mu koni devotshëm, ose është mirë mu falë që shnihet të na. Është obligim para se mu koni e mirë. Ajo nuk ka dyshim se është e mirë. Nuk ka dyshim se është në të mirën tonë, dynja edhe në ahiret apo në botën tjetër. Mirë po, para se mu koni e mirë, është obligim ndaj krijuesit tonë që na mu kujdes për devotshmërinë tonë. Për këtë devotshmëri, Allahu Azza wa Jall tha në Kur'an për xhenetin e tij, tha uiddat lil muttaqin. Xheneti është përgatit për të devotshëm. Për këtë devotshmëri, Allahu Azza wa Jall tha në një ajet tjetër: innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Me të vërtet Allahu pranon prej të devotshmive. E pranon veprën që ka devotshmëri. Jo çdo vepër Allahu Azza wa Jall e pranon. Kur sahabët ishin një ditë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në atë çastet e imanit shpirtërore, duke i shiju këtë çaste me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sahabët i thanë: ja Rasulullah,
Tha sikur jemi duke e shiju, tha këtë qast me ty, a ka mundësi ta me na këshillu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, një prej këshillave, ndër këshillave që a tha sahabëve në këtë rast, tha usikum bi taqwallah, ju këshilloj me devotshmëri ndaj Allahut azza wa jall. Ndërsa në një hadith tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ittaqillaha haythu ma kunt, të jesh i devotshëm, pra i kujdesshëm në obligimet ndaj Zotit tan, po edhe në haramat që Allahu azza wa jall t'i ka ndalu kudo që jesh. Pra në çdo vend që je, edhe në çdo kohë që gjendesh, të jesh i kujdesshëm, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa atbi'i sayyi'ata al-hasana, edhe pasoje tha të keqen me të mirë. Nëse ke rshit, e ke bën një gabim, e ke bën një gjuna, pasoje atë me një vepër të mirë, se e mira e fshin të keqen, wa khaliqin nase bi khuluqin hasan, edhe sjellu tha me njerëzit me një sjellje të mirë. Po çka nëse njeriu e zgjedh të kundërtën? Nëse njeriu e zgjedh mosbesimin, ose e zgjedh devijimin, e zgjedh gjinohun, ose mendjemadhsinë edhe arrogancën ndaj Allahut azza wa jall, ndaj krijuesit të tij, vazhdon ajeti që e përmendëm më herët, ku Allahu i ka porositur popujt më herët edhe neve, me atë këshillën e devotshmërisë, Allahu vazhdon edhe thot: "Wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard." Nëse ju mohoni, nëse ju e zgjedhni mohimin, apo gjinohun, apo devijimin, e Allahut është pushtetin tokë edhe në qiell. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, Allahu azza wa jall është i pa nevojë. Allahu nuk ka nevojë për devotshmërinë tonë, për besimin tonë, edhe për veprat e mira tonë. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, edhe Allahu azza wa jall është i lavdëruar edhe i madhruar në veten e tij. Nuk ka nevojë për madhrimin tonë. Në një hadith kutsi, Allah azza wa jall na drejtohet neve njerëzimit, edhe thot sikur krejt njerëzimi i pari deri te i fundi. Pra kjo është në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot sikur krejt njerëzimi i pari deri te i fundi bashkë me xhinët, me ata që na me botën tjetër që ne nuk i shohim, thot sikur krejt me umledh, edhe me u bo sikur një person i mohusi më i madh, i keqi më i madh, me gjinohet më të mëdhoja, me mendjemadhsinë më të madhe, kjo nuk e pakon, as nuk e dëmton pushtetin, madhërinë e Allahut azza wa jall. Po edhe e kundërta, Allahu azza wa jall thot sikur krejt ju bashk njerëzimi edhe xhinët, me u kanë sikur një njeri, më besimtari më i fortë, ai devotshmi më i mirë, me sjelljen më të mirë, me veprat më të mëdha, kjo nuk e shton madhërinë, as nuk e shton pushtetin e Allahut azza wa jall. Po ajo që është ku Allahu azza wa jall thot men amila salihan fali nafsi. Ai i cili bën mirë, ai i cili beson, është i devotshëm dhe vepron punë të mira, ai e ka për vetë. Ndërsa ai waman asaa fa alaiha, ndërsa ai i cili e zgjedh të kundërtën e kësaj, e ka kundër vetes. Ndërsa tek Allahu azza wa jall është kthimi, edhe tek ai është shpërblimi, dhe te ai është dënimi. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun azza wa jall e falenderojmë fillim edhe mbarim, e falenderojmë për të mirat e tij që nëse njeriu, ashtu si tha Allahu, nëse do njeriu me i numru, nuk ka mundësi me i numru të mirat e tij, dhe padyshim një prej të mirave të tij që neve na e ka mundsuar në këtë muaj është arritja e këtij muaji të bereqetshëm, të bekum, të cilin Allahu azza wa jall e ka dallu prej këtë muajve tjerë. Këtë muaj e ka dallu me mbylljen e dyrëve të dënimit apo zjarrit. Këtë muaj e ka dallu me hapjen e dyrëve të mëshirës, faljes edhe xhenetit Allahut azza wa jall. Këtë muaj e ka dallu me sakrificë, me ibadete të shumta, po njështu e ka dallu me shpërblime të shumta edhe të mëdha. Për atë pejgamberi Allahut, po dhe Allah azza wa jall ka premtu për atë besimtar, i cili e beson
këtë ibadet, e beson Allahun Azza wa Jall, edhe shpreson duke e agjeru edhe duke u falë në këtë muj, pa dyshim se hyn te ajo që Allah Azza wa Jall ka premtu faljen për këta besimtar. Allah Azza wa Jall thot: Ja ejuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besu. Pra o ju që keni besu, ky drejtim vlen për secilin shpirt që vesh në atë trup edhe i beson Allahut Azza wa Jall. Pra unë e ti edhe krejt besimtar deri në ditën e Kiametit, Allah Azza wa Jall i drejtohet: o ju që keni besu, ju është bo juve obligim agjerimi, ashtu si që ka bo obligim edhe tjerve, popujve tjerë para jush. La'allakum tattaqun, me shpresë që ju të jeni më të devotshëm. Allah Azza wa Jall në këtë ajet e përmend se e ka obliguar edhe për popujt më herët. Pra atyve që u ka dërgu pejgamber, ju ka zbrit libra, edhe ata e kanë pas obligim agjerimin. Prej urtësive që kanë përmend ulemat, sepse Allah Azza wa Jall e ka përmend në këtë ajet këtë, një është me kuptu se rëndësinë e madhe që ka agjerimi për besimtar. Pra është vepër ibadet madhështor me rëndësi. Urtësia tjetër është se Allah Azza wa Jall sikur i ngushëllon pak besimtar, se nëse ju vjen pak këran, është një lloj sakrifice, dini se edhe popujt më herët e kanë pas këtë obligim. Siç e dini se kur dikush e ka një ngarkesë apo e ka një përgjegjësi, kur e ka edhe shokin e vet, ja lehtëson edhe ngushëllon kjo. Dhe në fund Allah Azza wa Jall e përmendi urtësinë e këtij agjerimi, la'allakum tattaqun. Pra që ajo devotshmëria që e përmendëm më herët, prej të cilës mvaret ai xheneti Allahut Azza wa Jall, prej të cilës mvaret pranimi i veprave te Allahu Azza wa Jall, pra është që kjo devotshmëria prej të cilës urtësia kryesore e agjerimit është devotshmëria. Pra arritja e devotshmërisë përmes agjerimit është synimi edhe qëllimi kryesor që Allahu e li prej neve si besimtar. Që kjo duhet me na shoqëru qysh në fillim të Ramazanit edhe deri në fund të Ramazanit, që më mundu me arrit qatë devotshmërinë, qatë kujdesin në obligimet, në farzet, po edhe në kujdesin ndaj në haramat apo ndalesat që Allahu Azza wa Jall i ka caktu për rrobat e tij. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tha: nëse dikush prej juve është agjerueshëm, tha mos të fol fjalë haram, fjalë të ndyta, fjalë të pista, edhe mos të bën gjunohe haram, edhe pse këto fjalë edhe këto gjunohe janë haram edhe jashtë Ramazanit. Çdo harame janë, nuk dallojnë. Mirë, po në Ramazan e kanë ngarkesën më të madhe, e kanë përgjegjësinë më të madhe. Për atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na e tërheqi vërejtjen edhe në fund tha: wala yajhal, edhe mos jetë ignorant. Ignorant në këtë hadith nuk e ka për qëllim që ti me qenë ignorant i padijshëm. Mirë, po e ka për qëllim që sjellja jote mos mu kon si atij që është ignorant. Nuk guxon mu kon i njëjtë, një agjerues edhe një ignorant që nuk agjeron. Nuk ka mundësi këta mu kon të njëjtë. Ai i cili e kupton tamam si duhet agjerimin original që Allahu Azza wa Jall e kërkon, sjellja e tij, vepra e tij në Ramazan nuk është e njëjtë sikur e një ignoranti. Fatkeqësisht që ndoshta na sot shpesh ndoshta nim fjalë që janë të gabueshme, nuk përputhen me kuptimin e agjerimit, e që ndoshta edhe ju e ndëgjoni, që vjen ndoshta dikush para iftarit, thot m'ka kap Ramazan. Ose thot mos më dil para, thot se une, thot nuk e kontrolloj veten. Nuk kam përgjegjësi për sjelljen time. E kështu me radhë, fjalë të ndryshme që ky edhe kuptimi i saktë i agjerimit, domethënë janë dy gjona të ndryshme. Nuk përputhen në asnjë mënyrë. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tha: Allahu Azza wa Jall, nëse ti nuk e le fjalën haram edhe veprën haram, gjunohun, atëherë Allah nuk ka nevojë që ti me lën ushqimin edhe pijen. Nuk është qëllimi që me nxit Allahu ty, me ta obligu, me ngarku trupin tan, me shtrydh nefsin tan, veç për me lën një bukë edhe një ujë. Po është qëllimi me arrit çat devotshmërinë që Allah Azza wa Jall e kërkon përmes këtij agjerimit. Pra kujdesi jot që më kujdes në obligime edhe në harame. Që kjo është synimi kryesor përmes agjerimit. Pra një herë për gjithmonë duhet me kuptu saktë se këto ibadete
Në përgjithësi krejt ibadetet nëse i marrmi edhe i shikojmë, po veçanti agjërimi kanë mesazhe në vetë, kanë edukim të shpirtit ton, kanë pastrim, kërkojnë devotshmëri fillimisht, pastaj edhe urtësitë tjera që i ka edhe agjërimi, që ndoshta edhe nuk na premton koha për me shtjellu, edhe urtësi tjera, mirë po duhet me ditë se çdo ibadet që na e bojmë, qoftë ajo namazi, agjërimi, po edhe tjera, e kanë edukimin e nefsit, shpirtit ton, rolin kryesor, me arrit qatë devotshmëri. Pra edhe namazin nëse e merr, Allah Azza wa Jalla thot, inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Namazi, që na e falmi 5 herë në ditë edhe e kemi obligim, thot Allah Azza wa Jalla, roli i namazit është me të ndalu prej të keqës, prej punëve të fllëçta, prej gjunahëve. E çtash nëse ty nuk të ndalon namazi jot prej punëve të këqija, ti ke defekt te kuptimi i namazit. Ki defekt në faljen tonë të namazit, nuk e ki kuptu si duhet. Nëse i marrmi ibadetet veç formalisht, apo veç nonën sipërfaqësore, nuk e kuptojmë brendësinë edhe bërthamën e ibadeteve, atëherë ibadetet tona janë të mangëta, janë të ftohta, edhe nuk janë çysh Allahu Azza wa Jall i kërkon prej neve edhe është i kënaqur. E lusë Allahun Azza wa Jall që në këtë muaj Allah Azza wa Jall na mundson ta shfrytëzojmë ashtu siç ai është i kënaqur. Na e mundson që t'i arrim që ato sinimet, po veçanti që devotshmërinë që Allahu e kërkon prej neve, dhe dalim prej këtij muaji të devotshëm, faqebar, të falur, të mëshirum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.